Aktoria e njohur e portokallisë Albana Perhati ka shpërthyer me një reagim të fortë në rrjetet sociale duke kritikuar hapur mënyrën se si sipas saj funksionon vëmendja dhe suksesi në media sot. Përmes një story në Instagram, ajo shpreh se profesionalizmi dhe puna e ndershme nuk marrin më vlerësimin që meritojnë, ndërsa në qendër të vëmendjes dalin skandalet dhe sjelljet ekstreme. Sipas saj, për të qenë i klikuar dhe viral, mjafton të krijosh zhurmë, të ofendosh apo të sillesh në mënyrë të papranueshme. Do të fus një skandal të bëjmë virale, se nuk është gjë ky muhabet, 20 vjet profesionalisht korrekt, asgjë nuk nxorra në dritë, shkruan ajo, duke lënë të kuptohet zhgënjimin për realitetin mediatik. Albana shton më tej se me rritjen e shikueshmërisë rriten edhe përfitimet financiare, duke ironizuar faktin që skandalet shpërblehen më shumë se sa puna serioze. Në fund, ajo e mbyll me një ton të lodhur dhe kritik ndaj publikut. Ç'pun kemi ne me bo art, Zot bone mare këtë popull. Do t'i fus një skandal të bëhen virale se nuk është gjë ky muhabet, 20 vjet profesionalisht korrekt, asgjë nuk nxorra në dritë. Futi një skandal, dil frit budalliqe, bëj si psiko, dhuno, shaj, ofendo dhe bëhesh njeriu më i klikuar në planet. Me rritjen e shikueshmërisë, rriten edhe reklamat. O paleku tek xhepi, deri do lut mordaj. Ç'pun kemi ne me bo art, Zot bone mare këtë popull. Reagimi i saj ka ngjallur diskutime në rrjet duke prekur një temë të ndjeshme për botën e showbizit dhe mënyrën se si matet sot suksesi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.